qeveria ka përgjegjësi me i kriju kushtet për mu hik mosat. Mosat kanë mu hik, po edhe pse në hik do me shkaktu. Miliarda euro me pas investu në ekonomin në vitet e kalura, norma rritjes ekonomike kish me kalu në tjetër nivel. Kur jem të norma rritjes ekonomike, e kanë shenu normen më të vogël rritjes ekonomike në mesatare mbrana një periudhe qeverise ma pak se 4%. Gjithmonë ka qenë bi 4%. 298, e kom një video. Te numrat, po den dikush ma shumë se ju, zotëri Hamza. 298 video. Dashojnë qytetarët është rritjen e çmimeve. Jo, nuk... Pra, ju mundi mi po çmimet bash. Numrat thonë, e përmendni pra vetëm një. Paga mesatare në sektorin privat është 43%. Është më e lartë. Vezë që kanë këto ditë vonë, pra ka shku deri në 7 euro. Jo, ju përmendni disa si do thonë, disa produkte që po ju përmendoj për nacionin që po doni me shtru, po fakt është që qytetari i Kosovës kur më shumë parë s'ka pas. Sot, qytetari i Kosovës ka pare më shumë se që ka pas para 10 viteve. është shumë fakt kjo. E para, e dyta, jo, nalë dispak. Po ju se po i meni, si më thënë, 2-3 pika në racion... Po, është e vërtetë. Është e vërtetë që sot... Jo, qytetari i Republikës Kosovës, Ramadani, më kuptove shumë mirë. Kur më shumë pare nuk ka pas qytetari i Republikës? Jo, do të spjegoj veç pak shkurt si fenomen, se do të nolën aty, fare, po të pakten ekonomistat e din çka është vlera reale dhe nominale për paro. Ti mund mi pos pak pare ma shumë gjep. Pe thjeshtoj me spjegu për publikun dhe po kalej për kësoj. Veç më më fol me ekonomista se sa në smarin vesh. Po kalej për kësoj time. Po ti mund mi pos sot 120 euro në gjep, ose 130, para 4 vjetëve i ke pos 100, po para 4 vjetëve, cilën dush artikull po ta marë, i ke ble, thamë para 4 vjetëve, ke mujt kilogrami mishit ka qenë 5 euro, 6 euro. Sot është 14. A ma shumë ke ble atëherë, a blenë sot. Në më thonë, ty çmimet kanë shku shumë lartë. Pra ndaj nuk e ka paroja vlerën e njëjtë. Nuk është njëjtë, nominalisht mund me morë ma shumë, po realisht blenë pore ma pak. Ti nëse ke pos 100 euro para 4 vjetëve, e ke pagu qiku në rrymës. Sot me 100 euro me shpenzimin e njëjtë, konsumin e njëjtë, ti nuk mund e pagu në faturën. Se sot tu ka shtrajtu energjia elektrike ma shumë se 100%. Pra ndaj, këto nuk janë që qëndrojnë, po për me vazhdu tutje. Përveç blokadës, përveç ngrirjes ty në fondeve, ne kem edhe ndërprerjen apo suspendimin e dialogut partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të vendosë po thotë s'ka pas kur djele. Qysh mundet mu suspendu diçka që s'ka nis kur? More, na kem hallin me pos raportet të mira, qëndrueshme, miqësore dhe në partneritet. S'ka më veç miqësore. Po dhe në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende tjera mike, se nuk e kem në hallin e deklaratave propagandës politike. Prandaj, ne kem nevoj që raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e BE-s dhe vendet tjera mike, me këthy në nivellet e duhura. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dojnë një qeveri stabile, të parashikueshme, të besueshme, një partner që mund kër punoj me të, dhe normalisht që edhe në këtë drejtim, unë jam shumë i njës që më kanë prit përfaqësues edhe të shtëpisë të Bardh, zoti Charles McLaughlin, nga shtëpia e Bardh, është i Këshillit Sigurisë Kombëtare dhe është DIMS, asistent special i presidentit Trump, përveç këtyre relacioneve zyrtare kanë një ori gjatë në jetën e tyre dhe gjithashtu edhe në Departamentin e Shtetit, Mark Fleming, që kemi bisedu për bashkëpunimin potencial të Kosovës në Tamen.